Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Fermerët e zonës së Lushnjës janë të shqetësuar për mosdhënien e autofaturave nga grumbulluesit e prodhimit. Përfaqësuesi i shoqatës së fermerëve, Eduard Sharka, tha se kjo është pasojë e pabarazisë së kësaj mase. Fermerët dhe blegtorët në zonën e Lushnjës po ngren shqetësimin se në shumë raste nga grumbulluesit e prodhimit, disa prej të cilëve janë biznese të vogla ose punojnë në të zezë, nuk lëshojnë autofaturën për blerjen e këtij prodhimi ku përfshihet edhe qumshti prej fermerit. Kujtojmë se norma e kompensimit mbetet 10% dhe zbatohet mbi vlerën totale të faturave të lëshuara gjatë periudhës së përcaktuar për të cilën fermeri paraqet kërkesë. Përfaqësuesi i shoqatës së fermerëve, Eduard Sharka, i cili paraqiti një material bazuar tek sugjerimet e fermerëve lidhur me këtë problematikë në komisionin parlamentar, sqaron se kjo është një masë e mirë për fermerin, por problematika qëndron tek pabarazia e saj. Në parim, kompensimi i fermerëve me 10% fatura të shitjes është një masë e mirë. Është e mirë pritur. Është ajo që ne kemi kërkuar në kohën e sindikatës fermerëve. Ka një ndryshim sepse ne kemi kërkuar për njësitë të prodhimit, caktohej një tarif për çdo produkt për të vëshën që fermerët kishin paguar në krijimin e produktit. Ky vendim është në bazë vlerës faturave. Ka një problem sepse unë kam marrë si shembull në komisionin parlamentar kur parashtrova sugjerimet e fermerëve, në rast se kemi mbjell domate. Një fermer ka mbjell domate dhe njëri del një javë më vonë se tjetri, rastisht që ai që ka mbjell që del një javë përpara e ka çmimin 1000 lekë dhe merr 100 lekë vjetra për kilogram kompensim, kurse ai që del një javë më vonë bie çmimin e 500 dhe merr 50 lekë. Mirë, po më shumë nevojë për kompensim ka ai që shet më lirë, që në krizat e tregut kur bie çmimi, ai ka nevojë për kompensimin. Sektori i bujqësisë është 80% informal, fakti pranuar nga qeveria. Kjo do të thotë që produkti fermerit lëviz pa faturë dhe ai nuk do të marrë kompensimin, thot Sharka. Fermerët brenda vitit kanë të drejtë të aplikojnë për përfitimin e kompensimit të TVSH-s 10% 2 herë në vit, në qershor dhe në dhjetor. Kur ka informalitet do të thotë që produkti fermerit lëviz pa faturë. Në momentin që fermeri produktin e lë pa faturë në treg, ai nuk përfiton nga ky kompensim. Ky do të jetë një problem shumë i madh, ne ngritëm komisionin parlamentar. Asnjë nga projektet tona s'u morën konsiderat dhe këto probleme do dalin, kanë filluar të ndjehen, sepse fermerët kanë filluar ta kuptojnë që nga që e dinë që produktin e vet kur e kanë shitur vite me radhë nuk kanë marrë faturë, janë shqetësuar sepse nuk do kenë mundësi të aplikojnë që të marrin këtë 10%. Afati një herë në 6 muaj është shumë larg. Ishte shumë e thjeshtë për të bërë çdo muaj. Zoti Sharka foli edhe për propozimin e shoqatës së blegtorëve që mund ta lëshojnë vetë faturën, ku shpreh se ekziston si mundësi. Po, është e mundur, por në stadin që janë fermerët tanë është pak e vështirë, sepse që të emetosh faturë tatimore, duhet që të instalosh program elektronik, duhet pajisësh me NIP në QKB, gjë e cila bie ndesh me statusin që kanë fermerët. Fermerët tanë janë pajisur me NIP fermeri. NIP i fermerit deri 100 milion të vjetra xhiro në vit nuk paguajnë asnjë lloj tatimi. Në momentin që do pajisin me NIP tregtar, po kaluan bën subjekte tatimore, ka nevojë për ekonomist dhe është një stat që jo të gjithë fermerët, pothuajse një pjesë e mirë, nuk e kanë mundësinë për të pajisur me program për lëshuar faturë. U organizua sot Festivali i Shkencës në Lushnjë, ku morën pjesë 14 gjimnaze dhe u prezantuan nga nxënësit para juris 24 projekte inovative në shkencë, teknologji dhe matematikë. Festivali i Shkencës, ku morën pjesë 14 gjimnaze publike dhe jo publike të Bashkisë Lushnjë, u zhvillua në palestrën e shkollës Fotopuka. Festivali, që organizohet për herë të parë në nivel kombëtar, nxori në pa kreativitetin, mendimin kritik dhe aftësitë kërkimore të nxënësve lushnjar, të cilët sollën 24 projekte në fazën e dytë, tha drejtoria e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Arta Dhamo. Sot do të zhvillojmë fazën e dytë të aktivitetit. Ne si zyrë arsimore kemi 14 shkolla pjesëmarrëse, të cilat
kanë gjithsej 24 projekte dhe unë dua të falenderoj secilin nxënës i cili është bërë pjesë e grupit ose e skuadrës të tij në realizimin e këtyre projekteve. Ju falenderoj për punën në grup, për përkushtimin, për pasionin dhe për dëshirën për inovacion. Dua t'ju përgëzoj të gjithëve. Drejtoria e Inspektimit dhe Kurrikulës në Agjencinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar Rezarta Basha shprehu kënaqësinë që mori pjesë në këtë festival, pasi origjina e saj është nga Lushnja dhe projektet që u prezantuan janë risi dhe inovacion. Festivali i Shkencave ishte një risi si vjet për Ministrinë e Arsimit dhe sigurisht që një gjë e re që është ndoshta ka nevojë për përmirësim në vitet në vazhdim, por unë besoj që edhe me sa pak kemi parë, që këtu ka punë shumë të mira dhe vërtet që do ketë risi edhe inovacion në të gjithë projektet që do prezantohen sot. Nxënësit e gjimnazeve prezantuan me krenari projektet e tyre inovative në shkencë, teknologji dhe matematik, para juris, e cila zgjodhi edhe projektet fituese. Didi Waves, analiza e muzikës dhe ndikimi i saj në mirëqenien psikologjike të nxënësve të shkollës 18 tetori dhe shtëpia ekologjike e gjimnazit Vath Koreshi. Ne jemi nxënësit e gjimnazit Vath Koreshi. Në kuadër të festivalit të shkencave, ne kemi përgatitur një projekt i cili titullohet Shtëpia ekologjike. Në këtë projekt ne demonstrojmë përdorimin e energjisë rinovueshme, kursimin e burimeve natyrore, si edhe rolin e mjedisit të gjelbër në shëndetin e njeriut. Ne tregojmë nëpërmjet paneleve diellore prodhimin e energjisë elektrike, filtrimin e ujit me materiale natyrore si qymyri dhe rëra, si edhe roli që luajnë bimën e përmirësimin e cilësisë së ajrit. Projekti përfshin njohuri nga fizika, biologjia dhe kimia, duke i lidhur këtë lëndë me njëra tjetrën me shembuj konkret dhe të kuptueshëm. Unë jam Martin Sheu nga Gjimnazi Vath Koreshi. Kam krijuar lojën kam krijuar një kuic dhe një lojë me gjarprin. Ky është kuici që unë kam krijuar, domethënë nis lojën me buton start dhe pastaj fillon direkt. Kemi timer 10 sekonda, kemi 30 pyetje dhe do gjejmë përgjigjen e saktë. Kemi dhe lojën me snekun. Kemi butonin start dhe menjëherë masi shtypim këto, loja fillon direkt edhe mund të luajmë. Qëllimi i projektit është mos të bëhen orë të mërzitshme, të ketë lorët siç kemi krijuar ne dhe të krijojnë sa më shumë lora. Ne jemi përfaqësuesit e Shkollës së Bashkuar Gorre dhe për sot për projektin e shkencave kemi zgjedhur të prezantojmë webin i cili quhet Puzzle i Homo sapiensës. Ky puzzle ka të bëjë me pjesët e trupit 3D dhe me sistemet e trupit që të gjithë njerëzit apo nxënësit e ndryshëm të cilët kanë si nevojë për të vazhduar për të hedhur në testim degën e biologjisë ose për të vazhduar mjekësinë, ky do të jetë një web shumë i rëndësishëm dhe do t'i vijë shumë në ndihmë duke qenë se jep shumë informacione të sakta dhe jep gjithashtu dhe ndihmë për të gjithë ne që e kërkojmë. Festivali i shkencës është një mundësi për nxënësit që të shprehin idetë e tyre dhe të eksplorojnë botën e shkencës. Me 74 vota pro, u miratua sot në kuvent projekt rezoluta për shpalljen e Iranit, sponsori terrorizmit. Partia Demokratike nuk mori pjesë në votim. U miratua në kuvent projekt rezoluta për shpalljen e Iranit, shtet financues të terrorizmit me 79 vota pro. Partia Demokratike nuk mori pjesë në votim me arsyetimin se është e palishme e thirrur në kundërshtim me rregullore në kuvendit. Ndërkohë kryetari i saj Sali Berisha ka publikuar në rrjetet sociale deklaratën zyrtare të Partisë Demokratike për shpalljen e Gardës Revolucionare të regjimit diktatorial të Teheranit si organizatë terroriste. Kryetari i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj deklaratës së Partisë Demokratike duke thënë se kushdo që ju ka urdhëruar nuk ju dashka të mirën ju dhe Shqipërisë. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës, të cilët nuk ditën që në një moment solem të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent menjëhershëm të Shqipërisë për krah Shteteve Bashkuara të Amerikës, për krah vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse përmenda Gjermaninë dhe Francën dhe plot vende të tjera, për krah një partneri të rëndësishëm si Mbretëria e Bashkuar, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye, të vinin në seancën e Kuvendit të Shqipërisë dhe ta mbështesnin këtë qëndrim i cili është i domosdoshëm, është urgjent dhe i nevojshëm. Deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri tha se kjo rezolut është servile dhe thjesht për të shpëtuar fatin politik të Ramës. Nëse kjo qeveri
do të ishte vërtet perëndimore, do sille si perëndimore, para se të silte rezoluta servile të këtij lloji, të cilat sigurisht ka një vlerë për të thënë botës që Shqipëria është pjesë e perëndimit, por në fakt ne e kuptojmë që këto rezoluta që janë bërë të njëra pas njëshme, është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të cilë dhe rezoluta të tilla. Fakt është shumë qesherake kur e mendon që ne bëjmë një rezolut kundër Iranit dhe Irani na ka sulmuar parlamentin madje dhe asnjë nga maxhoranca nuk kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Vihen në pranga dhe procedohen në gjendje të lirë për dhunë familje dhe vepra të tjera penale disa shtetas nga policia e Lushnjës, Divjakës dhe e Fierit. Drejtoria e Policisë Lushnjë njofton se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin FA, 54 vjeç, banues në fshatin Kosovë Vogël, pasi dyshohet se qeni i tij ka kafshuar në dorë shtetasin FZ, 58 vjeç, i cili mori mjekim në spital dhe u largua për në banesë. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjaka referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin EQ, 45 vjeç, banues në fshatin Gërmenj i Madh, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj motrës së tij. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin EG, 37 vjeç, banues në fshatin Treblov, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, dhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GK, 38 vjeç, banues në fshatin Murriz, pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi motomjetin pa targa. Dje specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan shtetasin OT, 43 vjeç, banues në fshatin Libofsh, i kartelizuar me probleme të shëndetit mendor, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Dhe kapën shtetasin KO, 40 vjeç, banues në Fier, i shpallur në kërkim policor nga Komisariati i Policisë Durrës. Ky shtetas dyshohet se dje në Durrës ka kanosur me mjet prerës thik motrën e tij. Në vijim të veprimeve procedurale, shtetasi KO u procedua në gjendje të lirë. Gjithashtu po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të vjedhjeve të një vegle pune në oborrin e banesës së shtetasit AH, 54 vjeç në Fier, dhe një shumë parash të vjedhura shtetasit AM, 47 vjeç, banues në Ballsh, në marketin e tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Organizohet java e paras 2026. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Sejko tha se shqiptarët po ambientohen me format moderne të pagesave. Banka e Shqipërisë organizon aktivitetin e hapjes së javës së paras 2026. Guvernatori Gent Sejko ka deklaruar se edukimi financiar është një element shumë i rëndësishëm për popullatën, pasi ka të bëjë me mirëqenien e saj. Ai ka shtuar se një nga sfidat e kohëve moderne është digitalizimi dhe modernizimi i sistemit bankar dhe të pagesave, ndërsa shtoi se shqiptarët po ambientohen me format moderne të pagesave me kartë. Edukimi financiar është element shumë i rëndësishëm i cili i shërben të rive për të marrë informacionin e duhur, për të ardhmen e tyre në jetë, për të kuptuar se si duhet vepruar me kursimet dhe me investimet, se si duhet vepruar me paran, në mënyrë që të ketë përfitueshmëri sa më të mirë dhe mirëqenie sa më të mirë. Ajo që do doja të theksoja është që risia e kohëve moderne, e kohëve që ne jetojmë sot, është digitalizimi, modernizimi i sistemit bankar, modernizimi i sistemeve të pagesave, ku ne si bankë qendrore po bëjmë një punë të konsiderueshme në bashkëpunim me sektorin financiar në mënyrë që aktivitetit financiar, transaksionet financiare të jenë gjithmonë sa më shumë digjitale, sa më moderne. Ka një avancim, ka një progres të konsiderueshëm në transaksionet financiare të kryera nëpërmjet kanaleve digjitale ose kartave. Kjo tregon që qytetarët shqiptarë gjithnjë e më shumë po ambientohen me transaksionet bankare në rrugë digjitale, me format moderne të pagesave, dhe ky është një fakt pozitiv pasi jo vetëm që ndikon në rritjen e formalizimit të ekonomisë, po njëkohësisht mbron dhe përdoruesit, qytetarët dhe bizneset nga shmangja e keshit dhe nga përdorimi, nga ulja e komisioneve, nga përfitueshmëria që sjellin përdorimi i kanaleve digjitale. Në këtë kontekst, unë besoj që edhe gjatë kësaj jave të
globale të paras që ne i quajmë, do të kemi disa aktivitete ku do të shpjegojmë se si punohet më mirë me bankingun digital, se cilat janë avantazhet e përdorimit të celularit dhe formave të tjera digjitale në transaksionet bankare. Bashkimi Evropian refuzon kërkesën e presidentit amerikan Trump lidhur me ngushticën e Hormuzit. Kjo luftë s'është punë e NATO-s. Aleatët evropian të Amerikës po e refuzojnë njëri pas tjetrit kërkesën e presidentit amerikan Donald Trump për ndihmë. Kancelari gjerman Merz deklaroi se lufta me Iranin nuk është çështje e NATO-s, ndërsa zyrtarët në Francë kanë bërë të qartë se Parisi nuk do të dërgojë forca detare në gjirin e Hormuzit si pjesë e një përpjekjeje të udhëhequr nga Amerika për të detyruar hampjen e ngushticës, nga ku kalon 1/5 e naftës së globit. Duke folur për BBC News Night, presidenti finlandës Stab po ashtu u shpreh se nuk e mbështet për shkallëzimin e situatës përmes dërgimit të ushtrisë së vendit të tij për të mbështetur Amerikën. Trump shprehu habi që vendet e tjera nuk ishin të etura për të marrë pjesë dhe theksoi se shtete si Kina dhe Japonia, të cilat varen shumë nga ngushtica e Hormuzit për furnizimin e tyre me naftë, duhet të kontribuojnë. Kërkesa e presidentit të Amerikës që aleatët evropianë të ndihmojnë në sigurimin e kalimit të cisternave të naftës dhe gazit përmes ngushticës së Hormuzit ishte një nga temat kryesore të diskutimit në takimin e së hënës të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel. Në fillim të takimit, diplomatja e lartë e BE-s, Kaja Kallas, tha se është në interes të bllokut që ngushtica e Hormuzit të mbetet e hapur. Prandaj po diskutojmë edhe se çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim nga ana evropiane dhe shtoi se BE-ja është në kontakt me kolegët amerikan në nivele të ndryshme. Megjithatë, në fund të takimit, ajo tha se nuk kishte asnjë dëshirë mes shteteve anëtare për të zgjeruar misionin detar të BE-s në ngushticën e Hormuzit për momentin. Duke falenderuar Butik Genën për veshjen time të bukur, përfundojmë sot edicionin e lajmeve, të cilat i gjeni dhe në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.